Faleminderit zonja kryetare, deputeta dhe deputet. Procesi ka filluar me datë 31 mars 2026, kur kemi pranuar njoftimin nga Agjencia e Kosovës për akreditim në lidhje me përfundimin e mandateve të 3 anëtarëve të Këshillit Shtetëror të Cilësisë. 2 nga ta me përfundim mandati me 17 qershor si vjet, njëri nga të cilët tashmë kishte dhënë dorëheqje sepse është emëruar në një institucion tjetër, si dhe një tjetër me përfundim mandati me 5 dhjetor si vjet. Në njoftimin e agjencisë specifikohet se nga praktikat e 5 viteve të fundit mund të konkludohet se fushat më urgjente për plotësimin e anëtarëve të KSHC janë 1. Shkencat sociale dhe humane dhe 2. Mjekësia. Me datë 1 prill 2026, kjo çështje është adresuar të zyra e sekretares së përgjithshme në Ministri. Më 7 prill kam pranuar kërkesën nga Departamenti për Arsim të Lartë për shpalljen e thirrjes publike për nominime. Pas aprovimit të kësaj kërkese është shpallur thirrja për nominime e vlefshme nga 7 prill deri më 15 prill për 3 anëtar të KSHC-s. Me datë 17 prill është emëruar Komisioni për shqyrtimin e dokumentacionit të aplikantëve për anëtar të KSHC-s. Përbërja e komisionit është caktuar sipas ligjit për Agjencinë e Kosovës për akreditim, respektivisht 5 anëtar, të cilët vijnë nga Konferenca e Rektorëve, Administrata e MASH, përfaqësuesi nga Akademia e Shkencave dhe Arteve Kosovës, përfaqësues nga partneri zhvillimor ndërkombëtar aktiv në fushën e arsimit, si dhe përfaqësuesi nga shoqëria civile aktiv në fushën e arsimit. Komisioni është takuar me datë 20 prill në mëngjes për të shqyrtuar aplikimet, duke konstatuar se janë 10 kandidatë të nominuar për 3 pozitat përkatëse. Me datë 21 prill, Komisioni dorëzon raportin përfundimtar të Ministri. Sipas raportit, për shkencat mjekësore janë 4 kandidatë që plotësojnë kriteret: Driton Vela, Jeta Kelmendi, Armond Daci dhe Agreta Gashi. 2 nga shkencat humane, Florim Gallopeni dhe Shkëlqim Millaku, dhe 2 nga radhët e studentëve, Shkurt Bajgora dhe Zana Shabani Isenaj, ndërsa 2 të tjerë, Sevim Mustafa dhe Niazi Halili, është konstatuar se nuk i plotësojnë kriteret. Nga këta 8 kandidatë të kualifikuar, me datë 21 prill, kam propozuar 3 emra për pozitat përkatëse në qeveri. Qeveria ka miratuar këtë propozim vendim me votim elektronik dhe i njëjti është dërguar Kuvendit të Republikës. Me datë 22 prill jam ftuar në mbledhjen e Komisionit Parlamentar për Arsim, ku kam paraqitur vendimin e qeverisë dhe i njëjti është votuar nga anëtarët e komisionit për të dërguar në seancë plenare. Prandaj, të nderuara deputet, ju ftoj që të votoni 3 kandidatët e ri për të bërë anëtar të Këshillit Shtetëror të Cilësisë, dhe ata janë Driton Vela, Florim Gallopeni dhe Shkurt Bajgora. Faleminderit.